Kamerat po hynë në shkolla, heshtja po hynë në shoqëri. Projekti Smart City nisi në 20 shkolla të Tiranës, ndërsa pyetja më e rëndësishme mbetet pa përgjigje: kush po i mbledh, kush po i ruan dhe kush po i kontrollon të dhënat e fëmijëve tanë? Në një vend normal, momenti kur shteti nis të vendos kamera me inteligjencë artificiale në shkolla do të hapte debat kombëtar. Do të kërkoheshin dëgjesa publike. Do të dilnin ekspertët e privatësisë. Do të kërkoheshin garanci ligjore, teknike dhe morale. Në Shqipëri ndodh e kundërta. Projekti nis, kamerat vendosen, fëmijët futen në skem, ndërsa publikut i lihet vetëm roli i spektatorit të heshtur. Sot nuk kemi më të bëjmë me një diskutim teorik. Pilotimi i projektit Smart City në 20 institucione arsimore ka nisur. Sipas raportimit të birë në Reporter, Ministria e Brendshme e ka paraqitur këtë si një prioritet për sigurinë në shkolla, duke përfshirë instalimin e teknologjive të avancuara dhe përdorimin e inteligjencës artificiale për analizë në kohë reale të dhënave dhe identifikim të situatave të dyshimta. Por pikërisht këtu nis alarmi i madh. Sepse kur shteti flet për analizë në kohë reale, situata të dyshimta dhe teknologji të avancuara, publiku ka të drejtë të dijë saktësisht çfarë po analizohet, kush e përcakton dyshimin, sa gjatë ruhen të dhënat, kush ka akses dhe çfarë ndodh me gabimet e sistemit. Këto nuk janë pyetje histerie. Janë pyetje themelore në çdo demokraci që pretendon se mbron lirit individuale dhe sidomos fëmijët. Shqetësimi bëhet edhe më i rënd për shkak të kompanisë zbatuese. Projekti lidhet me Presift AI, pjesë e grupit G42 me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Reporter ka raportuar se përfshirja e kësaj kompanie ka ngritur shqetësime serioze për shkak të akuzave dhe dyshimeve të ngritura në SHRB mbi lidhjet e G42 me entitete kineze, si edhe për shkak të historikut të figurave të lidhura me ekosistemin e sigurisë dhe survejimit në Emirate. Këto nuk janë thashë theme portalesh. Janë shqetësime të cituara nga një investigim i BIRN, ku ekspertët të drejtave digjitale theksojnë se natyra sekrete ose jo transparente e marrëveshjeve të tilla rrit rrezikun e abuzimit. Në atë raportim, ekspertja e Access No, Mara Fatafta, ngre një parim të thjeshtë: publiku ka të drejtë të dijë çfarë teknologjish po përdoren, çfarë të dhënash mblidhen, për çfarë qëllimesh dhe kush ka qasje tek ato. Ky është thelbi i debatit, jo propaganda boshe për modernizim. Edhe dimensioni financiar i projektit shton dyshime. Sipas Reporter, projekti Smart City ishte parashikuar fillimisht me një kosto prej $60 milion, por më pas kjo vlerë u rrit në $118.5 milion, pa një shpjegim bindës publik për dyfishimin e kostove. Financimi pritet të mbulohet përmes një huaje me Fondin për Zhvillim të Abu Dhabi. Kur mungon transparenca për paratë dhe njëkohësisht mungon transparenca për të dhënat, publiku ka çdo arsye të dyshojë se kemi të bëjmë me një projekt që kërkon bindje të verbër, jo kontroll demokratik. Mbrojtja zyrtare është po ajo që dëgjojmë gjithmonë, siguria. Por siguria është bërë fjala më e përdorur për të justifikuar zgjerimin e mbikëqyrjes. Çdo qeveri autoritare në botë e nis me të njëjtën fjali, po e bëjmë për rendin, për qetësinë, për qytetarët. Problemi është se kur survejimi bëhet normalitet, liria fillon të trajtohet si luks. Dhe kur kjo ndodh në shkolla, dëmi është edhe më i thellë, sepse fëmijët mësohen që në moshë të vogël me idenë se vëzhgimi i përhershëm është pjesë normale e jetës. Ministria e Brendshme ka deklaruar, sipas Reporter, se kamerat do të vendosen vetëm në ambientet e jashtme të shkollave dhe jo brenda klasave. Kjo është një dhënë e rëndësishme, por jo e mjaftueshme për të mbyllur debatin. Edhe kamerat jashtë klasës mbledhin sjellje, lëvizje, orare, kontakte, hyrje-dalje, modele të përditshmërisë së nxënësve dhe stafit. Pra jo, problemi nuk zhduket sepse kamera nuk është vendosur mbi dëras të zezë. Pyetja që askush nuk po e shtyn me forcën që meriton është kjo: a ka pasur vlerësim të plotë të ndikimit mbi privatësinë? A janë informuar qartë prindërit? A ka dokumente publike të kuptueshme për mënyrën e përpunimit të dhënave? A ka auditim të pavarur? A ka afate fshirjeje? A ka ndalim të përdorimit sekondar të dhënave? A ka mekanizma ankese për qytetarët nëse sistemi gabon, etiketon gabim, keqpërdoret apo zgjerohet nesër përtej asaj që po thuhet sot? Deri tani, publiku ka parë më shumë njoftime për zbatim se sa transparencë të plotë për pasojat. Kjo heshtje institucionale është edhe më e rëndë sepse bëhet fjalë për fëmijë. Në çdo shoqëri që e merr seriozisht lirinë, të dhënat e të miturve trajtohen me standardin më të lartë të kujdesit. Në Shqipëri duket sikur standardi është i kundërt. Mjafton që projekti të vijë me etiketën smart dhe çdo alarm etik apo ligjor shpallet pengesë ndaj zhvillimit. Por një shtet nuk bëhet modern duke futur inteligjencë artificiale në çdo cep. Bëhet modern kur respekton kufit e pushtetit të vet. Problemi nuk është teknologjia në vetvete. Problemi është pushteti pa kontroll. Një sistem i tillë në duar të gabuara ose thjesht në një shtet me kulturë të dobët transparence mund të shndërrohet shumë shpejt nga mjet sigurie në instrument mbikëqyrjeje të normalizuar. Sot justifikohet me sigurinë e shkollës. Nesër mund të zgjerohet me identifikim më agresiv, profilizim sjelljeje, integrim me databaza të tjera apo përdorim të paqartë ndërinstitucional. Historia e teknologjive të mbikëqyrjes në botë e ka treguar vazhdimisht, sistemet nuk qëndrojnë kurrë vetëm aq sa premtohet në fillim. Kjo është një inferencë e arsyeshme nga mënyra si ekspertët e privatësisë i kanë trajtuar këto projekte dhe nga mungesa e transparencës së konstatuar në këtë rast. Dhe pikërisht këtu qëndron thelbi gazetaresk dhe qytetar i kësaj historie. Shqipëria nuk po debaton thjesht për disa kamera.
po debaton ose më saktë po refuzon të debatojë për kufirin me sigurisë dhe lirisë, për sovranitetin e të dhënave, për mënyrën si trajtohen të miturit, për të drejtën e prindërve që të dinë, për të drejtën e shoqërisë që të mos zgjohet një ditë duke kuptuar se survejimi është futur kudo, hap pas hapi, pa rezistencë, pa transparencë, pa llogari. Nëse sot pranojmë pa reaguar që të dhënat e fëmijëve tanë të futen në një arkitekturë të paqartë teknologjike, të menaxhuar në kuadër të një projekti të shtrenjtë, jo transparent dhe të kontestuar, atëherë nesër nuk kemi më të drejtë të habitemi pse jeta private në këtë vend është bërë luks. Sepse alarmi nuk është vetëm kamera. Alarmi është heshtja. Alarmi është normalizimi. Alarmi është fakti që po na mësojnë ta quajmë progres atë që mund të kthehet në survejim të institucionalizuar. Dhe kur një shoqëri pushon së pyeturi për fëmijët e vet, ajo nuk është më thjesht e painteresuar. Ajo është në rrezik.